çfarë qëndrimi keni si kompani, si KEC edhe si KESCO për shtrejtimin e rrymës dhe për akuzat që i bohen ZRE-s, domethënë mas shumë të i bohen ZRE-s, për shtrejtimin e rrymës edhe për mos publikimin e raporteve financiare të KEC-it edhe ZRE-ja që se ka bu. Unë mendoj që kjo është kosto, edhe ne si kompani kërkojmë na mbulu kostot. Po. Se e kuptojmë, është shqetësuese për konsumatorin, ndoshta me pas rritje çmimit të energjisë, po njëjtë edhe luli edhe nga ZRE-ja, gjithkush ka me pagu këtë energji elektrike njëjtë si çdo qytetar tjetër i Kosovës, po kjo është kosto edhe duhet të mbulohet. Ne si kompanive që kërkojmë na mbulu kostot, tu e marë parasysh se sa shumë ka pas import, dhe thëtë atë rritja e çmimeve është e pashmangshme. Kur them e pashmangshme, është sinqerisht e pashmangshme, sepse po e marr një shembull, vetëm në muajin dhjetor, janar dhe shkurt, janë importu mbi 110 milion euro. Domethënë janë shifra të larta. Shënall Muharemi në një intervistë diku tha që është një për aktivistëve më të zëshëm edhe i ofron analizat shumë të mira në rrjetet sociale dhe për media, thotë që një për arsyeve është edhe mos arritja e targeteve të prodhimit nga keku. Një për arsyeve pse u importu ka të shumë. A rritë konsumi, a nuk ka prodhu keku sa duhet, se çmimi i rrymës të kekut është, të më thonë, 5 fish ma i lirë se çmimi i importum, i rrymës të importume. Nëse prodhojmë ma pak, është importu shumë për shkak që është rritë dhe kërkesa për konsum. Keku ka kapacitet me prodhu deri 800, eventualisht 850 megawatt, në ndërkohë që kërkesa për konsum në këtë, dhe thëtë, në vitin e kaluar, në dhjetor të vitit të kaluar edhe janar të këtij viti ka arrit deri në 1500 megawatt, që do të thotë edhe kaq sa gati ka prodhu keku na është dashur me importu, edhe çmimet në verzat ndërkombëtare nuk janë më si më herët. Në qoftë se 1 megawatt e ke gjetë me blemë 65 euro, tash çmimet janë komplet të ndryshme dhe janë shumë më të larta pas krizës energjetike. Janë çmimet kohëve të fundit në krahasim me 2022-ën për shembull, s'ka pas voglim çmimet ta? Në 2022-ën kur ka qenë kulmi i krizës, kanë qenë më të lartat ndonjëherë. Është 1 megawatt i kena ble gati 600 euro. Rritja e çmimeve për 2021-ës është 126%, domethënë. Pse sulet çmimi kur ulet edhe në treg, masi është çmimi më i lirë se në 2022-ën i rrymës. Se shkon ti ul çmimi te na. Po qëre, të na nuk mundet me ullë çmimi, pavarësisht të gjithave. Kosova ka çmimet më të lira në rajon. Do me thonë, mundesh me i pa krahasimet në Shqipni, Maltëzi, Serbi, Macedoni të Veriut, Greqi. Do me thonë, këto që i shojmë në rrjetet sociale që në Kosovë kemi çmimet më të larta në krahasim me rajonin, janë veç dezinformata. Janë dezinformata, sepse duhet të shihen burimet zyrtare edhe nga Eurostati. Dhe thëtë Eurostati është zyra apo departamenti që i bën statistikat në aspektin, në gjitha aspektet, por në ndër të tjerat edhe të çmimeve të energjisë në Evropë e rajon. Kosova i ka çmimet më të lira në rajon. Tash, u mundohem me i mirëkuptu se cilin konsumator, por që këto shpenzime e di që mund t'ju kushtojnë gjithë se cilit në xhep edhe në bazë të shpenzimit të tyre. Do thëtë blok tarifa e bënd vetën në qofë se kanë kujdes në shpenzime dhe nuk e kalojnë blok tarifën, atëherë edhe faturën kanë me pas shumë më të ollët. Po ka konsumator që sinqerisht le që e kanë të i kalu blok tarifën, po kanë shpenzu pos me pas fabrikë ndoshta, se shpenzimi është shumë i madh. Ketë si në këtë drejtim? Po, ato e tha edhe Margarita, do të thotë sa i përket konsumit të energjisë elektrike, kemi pasur një konsum jashtëzakonisht të lartë, sidomos fundvitin e kaluar. Do të thonë dhjetori, janari i çtyre, do të thonë që ky dhjetori dhe janar kanë qenë me konsum më të lartë se dhjetori janari kaluar?
Po, me gjas po, me qenë se Vetë ka arrit kulmin. nuk është arrit kur më parë, për herë të parë, do thotë në dhjetor të vitit të kaluar, është arrit konsumi në 1500 MW. Ka shku zakonisht deri në 1300, 1400, po jo 1500. Dhe këtë ka shkaktuar sigurisht përdorimi i energjisë elektrike enorm për ngrohje. Për ngrohje. Po, unë veçëm të dasht me kuptu pse ka mujtë me ndodhë që do më thonë se na po flasim që pej liberalizimit vizave kemi ma pak njerëz në Kosovë, ma shumë ka ndalë jashtë, regjistrimi na ka dalë që i kemi do më thonë 1.500.000, 1.600.000 persona popullat në Kosovë, kënej zvoglim të populatës, pse ka mujtë murit qatë shumë, nuk jem të mujtë me kuptu, veç a ka na i teori pse ka mujtë murit qatë shumë konsumi, apo edhe motis ka qenë, nuk është që ka qenë a i sen shumë ndryshe, këtë dhe to edhe kjo janë arpejt kalume. Ajo se që ka rritë konsumin njërë zakonit shumë, në anën tjetër edhe faturën, është ngroja me energji elektrike. Për jashtë të Prishtinën, do të thotë nëse ke ngrotorën e qytetit normalisht që është shtem për ata konsumatorë. Tash në anën tjetër i kemi subvencionet që vinë nga qeveria për me Pajis me pajisje cilat eficiente e shfrytëzojnë energjinë elektrike. E në anën tjetër kemi po në të njëjtën kohë pasoja prej shfrytëzimit të energjisë elektrike për ngrohje. Në një anë kërkojmë që me mbrojt ambientin, mos me përdor format cilat e dëmtojnë edhe në ngrisin e këto pozita sa i përket ajrit të ndotur, në anën tjetër i kemi pasojat mandej në gjep. Do me thonë, nga cila anë kthehesh, pasojat po i bartin qytetarët. Për ne është me rëndësi që gjitha pajisjet të cilat ata i përdorin të jenë eficiente dhe me mujtë me kursy energjinë elektrike sa më shumë.